Tani, Serbia ka bërë 100 vrasje masive. 100, ja. 174 Tani na i thuaj që këto shifrat do të sa të vrarë ka në lufta të vrarë total? 100 vrasje masive. 100 vrasje janë masive. Masive. Ka masakrat njerëzore. Sa janë të vrarë total? Rreth 13.000. Rreth 13.000. Po. Janë 1263 fëmijë. 1263 fëmijë. Po të vrarë. Të vrarë. Në moshën 18 vjeç. Në 18 vjeç. Është një shifër e rëndë shumë e grave të dhunuara. Sa është shifra të grave të përdhunuara? Grave të përdhunuara shumë e madhe shifra. Shumë e madhe. Vërtet është 20.000? Shumë e madhe. Është vërtet 20.000? Shumë e madhe shifra. Është e dhimbshme. 20.000? Mu nuk më bën goja të ngjashme. Po shumë e madhe. Po është vërtet kjo? Po është 20.000? Shumë. 20.000? Po, shumë e rëndë. Çfarë thua? Tani të them. Jo, prit një sekondë, do ndalojmë këtu çik. Do të thënë gra të përdhunuara nga serb në ushtarët serb 20.000? Rreth 20.000. Janë 8.600 të zhdukur ende nuk dihet. Ka shifra kontradiktore, janë po të zhdukur, sa është numri të zhdukurve? 1.600 fëmijë të zhdukur. Jo, në total, sa është numri të zhdukurve? Në total janë rreth 1.600 familje, rreth 8.600 zhdukur. 8.600 për para dëgjojmë këtë. Po janë shumë. 8.600? Po janë shumë të zhdukur më vëlla. Edhe në Hag çojnë këta që mbrojti popullin. Po pra ke masakrën e Riçakit, 400 vrarë. Ajo e përmbys, ajo e masakrën e Likoshanit. Ke masakrën e Podujevës, po të burgosur masakrën e Krushës Madhe. Të burgosur në atë kohë? Ke masakrën e Dubravës, në burgun e Dubravës, i kanë vrarë të burgosur. Pra ka masakra. Sa u burgosur në Azeance, dhe numri burgosurve ka qenë i madh. Numrin e burgosurve nuk e kam shifrin e saktë. Po sa rreth? Shumë ka të burgosur. Sepse burgosën pati plot. Edhe Albin Kurti atje shkoi? Albin Kurti atje shkoi, po Albin Kurti harroi që ka shkuar atje. E ka harruar? Po sigurisht që e ka harruar. E kemi thënë në studion tënd Albin Kurti ka probleme zotëri. Të dalësh kryeministi i Kosovës dhe të thotë gjua shqipe s'ka qenë kurrë gjuhë zyrtare, është shumë e rëndë. Të shkosh të mbështetësh Vlenin dhe Vleni kë ka sjell kjo mbështetje e Vlenit. Ka sjell një koalicion të Mickovsit me Vlenin. Kush është zëvendës kryeministër i Maqedonisë? E din ti? Stojkoviçi. Çfarë profesion Stojkoviçi? Është dhe mbikëqyrësi i marrëveshjes Horit. Të prekësh marrëveshjen e Horit sot, do të thotë ke tund themelet e Maqedonisë së Veriut. Okej. Dhe i quhen njerëzit e Radojçiçit heroj. Pra njerëzit e Radojçiçit sot janë të lirë, e djemt e Uçekës janë në Hag. Nuk e njeh Kosovën dhe nuk e njeh masakrën e Srebrenicës. Por po i themi publikut shqiptar, para Srebrenicës ka pas një masakër më të madhe. 9200 burra dhe gra, djeme, vajza dhe fëmijë musliman në luginën e Nilit, në lugën e Buranit janë vrarë 9200 burra. 9200 zotëri. Ku dhe një? Në masakra Bihorit. Në vitin 1940. Kush kjo? Është në Malzi, në luginën e Nilit, Limit, më fal. Limit, më fal, luginën. Shqiptar të gjithë. Po, Lumi Lym. Aty në madhe betejë. Shqiptar të gjithë. Po, musliman, shqiptar. Aty në madhe betejë të përgjakshme lidhë shqiptarit për Izraelit. Ja ku ferri Mërkuje, thrasin malet me piskam. 30 krena i ke presi Bajrak për rinë në kam. Çka kafshë. Kafshë. Pra, ktheu se të duhet. Ç'a muskush, ç'a trupi, ë? Ore ta kishe pikturuar këtë, se ti je artist. Ta kishe një piktor ta kishe bërë këtë, do të nxirrte kaq bukur. Se kjo është reale. E kam një deputet mik nga Lushnja, si del me shalqen e Kërcen, dhe ajo është e bukur, ajo është shalqinit. Ti thua po jo mos, e ka bërë sa i mirë. Koreshi e ke fjalë. Koreshi pra? Ja, ma ja. Po pra, mund ta ketë më Koreshi. Jo, se ka bërë Koreshi atë. S'është autor Koreshi. Jo, s'është Koreshi, nuk është autor Koreshi. Por kjo foto ti dhe ti the një gjë të mirë, sepse me këtë sfond Azgan, që ata ubi skiptar dhe me ato ulërimet andej dhe ky bën shqiponjën dhe lere pasaj atë në kishin fatë tjetër morë vesh që kishte çuar stadiumi Federatës një kështu që zhdëmtoni dëmit që kishte. Po e pash më ishte. Po fatalem. Ka këmarrin nga... Jo do t'i pagoj këtë Federatës. Po s'ka lidhe më le t'i pagoj. Po më si pas lekë Federatë, po më lidhe me... Bëjmë lekë, nuk është lidhe. Nuk ka të paguar kjo zotëri. Kjo s'ka të paguar. Qa propozimi do bësh për Rejmanin, kështu si shoqatën tënde? Qa do bëni kështu? Se një çmim duhet dhënë këtij njeriu tani. Ja, ti nuk duhet dhënë çmim. Po qa duhet?
Për herë të parë, Po? një njeri i gjallë që meriton shtatore në bronz është ky. Ue, shtatore bronzë dhe Rejmanaj? Ku? Ku ta vendosim? Kudo? Ku? Po jo, ku? Ti e propozim, se propozimin e bëre tani. Shtatore... Pas 17, pas 19, Do kur të lirohen, ata e kanë fjalën tim, mbas jo protestës. kur lirohen ta, më protestën thash, Po? sepse ta thash në fillim po Jo, prit rrim këtu se shtatore bronzi Rejmanat me Shqipoj. A me Shqipojnë për Me Shqipoj. Dhe ku të vendoset? Në Prishtinë? Vërtet. Ua, qa propozimi fantastik as Ganaklaj. Shtatore bronzi Rejmanaj në Prishtinë me Shqipoj. Shko, shkrimtari i madh Victor Hugo thot dua të bëj një vepër në shërbim të dheut, pastaj le të vdes. Zotëria e ka ngull Shqiponjën Leskos. E ka mbyllur ky. S'ka. Shqiponja e bën fluturimin e fundit e kthehet në fole. Pra Shqiponja është kthyer në fole. Ai vend është vendi i Shqiponjave. Dhe thash njeriu, citova shkrimtarin e madh Victor Hugo, po ne jemi mësuar ta mbrojmë thash tokën me gjak. Merë Suleiman Vokshin. 3 jetë po t'i kisha thot, të 3 do t'i jepja për Shqipnin. Edhe 100 vite po t'i kem, thot Isa Boletini, thot atë edhe 100 vite do t'i shkrij për Shqipërinë. I merë Prizreni, kryetari i qeverisë përkohshme, më vonë edhe i lidhës Prizren, me ma dhanë kolltukën e sultanit, thot nuk e ndroj me lirinë time. Asnjë kolltuk të sultanit, thot nuk e ndroj me malet e Kosovës asa në Prishtina. Që nga dita që kam lerë, asë që më shqitur, asë më lerë të Çerqistopullin. Por pas e mi që fute një tos këtej se i vure gjithë nga... Po të fuzit të fil buzin. Çerqistopullin. E të tjera, dhe shumë të tjera. Shumë të tjerë. Pra këta, çka të Tani kalojnë një çika politike Po, ditës. çka na kalon testament ne? Këta na kalon testament. Atë dheun. Nga do që të shkoj, thot, Aristoteli e kam atë dheun mbi vete. Me është rajtë se jeta ime, se familja ime, është atë dheun. Këta kanë vërtetuar këta zotëri. Fëmijë Xhev Ladrovci thonë me është rajtë se jeta është liria, dhe kanë vërtet këtu dy bashkë. Po këtë na kanë lënë amanet Sa ushtar. vajza që ishin në ushtrim qëllimtare të Kosovës u vranë? Shumë janë vrarë, nuk e kam shifrën e Nuk e saktë. kish, po janë vrarë. Po janë vrarë. Si janë vrarë? Po kështu pjesëmarrëse? Po sa dush. U check-up. Po.